Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić ka biseduar sot në Jerusalem në kuadër të vizitës së tij në Izrael me kryetarin e Knesetit Amir Ohan për përmirësimin e marrëdhënieve dypaqe dhe forcimin e bashkëpunimit. Đurić theksoi se Serbia e percepton Izraelin si një vend mik, duke theksuar se marrëdhëniet midis dy vendeve dhe dy popujve janë të lidhura nga mirëkuptimi historik. Đurić filloi vizitën e tij në Izrael dje me takime me homologun e tij Izraelit, Gideon Sara dhe kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, pas së cilave ai theksoi se dje ishte një ditë historike për marrëdhëniet serbo-izraelite, sepse të dy vendet hapen një dialog strategjik, gjë që theksoi ai është e dobishme për Serbinë në shumë mënyra. Zyra për Kosovë dhe Metohi njoftoi se në shtëpinë e familjes Jovanović në fshatin Mogil janë shkruar grafitet e UÇK-s, prandaj kërkoi që personat përgjegjës të zbulohen dhe të sankcionohen, si dhe që bashkia ndërkombëtare të qaset shembujve të tillë me vëmendje më të madhe. Ata gjithashtu vëren se askush nuk është mbajtur përgjegjës për mesazhet kërcënuese, megjithse qëllimi i tyre i dukshëm është friksimi dhe të rrisin tensionet. Lista serbe njoftoi se është e shqetësuar për fillimin e mundshëm të një fushate të re politike dhe pyeti institucionet kompetente dhe përfaqësuesit ndërkombëtar nëse ngjarjet aktuale janë një hyrje në një fushatë të tillë. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar Slobodan Radenkovićin me 2 vjet burg me një gjop prej 15.000 eurosh pas arritjes së një marrëveshje për pranimin e fajësisë në lidhje me incidentin para komunës së Zveçanit në maj të vitit 2023, njoftoi avokatja e tij Bojana Srbljak. Ajo kujtoi për Kosova Online se Radenković ndodhet në paraburgim që nga 14 janari i këtij viti dhe se ai akuzohet për 4 vepra penale. Stabiliteti i Ballkanit Perëndimor është me rëndësi thelbësore për NATO-n, vlerësoi për Kosova Online kreu i Komitetit Ushtarak të NATO-s admirali Giuseppe Cavo Dragone, duke vënë në dukje se nuk ka indikacione të mund të ketë një reduktim të trupave në Kosovë. Admirali Dragone theksoi se NATO-ja organizon rregullisht vizitat në misionet e tyre, aktivitetet dhe operacionet e saj për të njohur drejt për drejt situatën në terren. Dragoni kujtoi se roli i KFOR-it që nga fillimi është të ruajë dhe garantoj një midis të sigurt për të gjithë popullit që jetojnë në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes së lirë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se ata nuk e shohin Vjosa Osmanin në atë parti si zgjedhje për problemin e korrumit, për zgjedhje por si një presidente të denjtë të Kosovës. Abdigjiku shprehu bindjen e tij se qytetarët e Kosovës e duan Osmanin si presidente, duke shtuar se do të flasë për bashkëpunimin e mundshëm kur të ketë diçka konkrete. Ai theksoi se Osmanin e konsideron si një presidente të denjtë, por se vetëvendosja nuk i siguroi votat për saj dhe se LDK nuk mund të jetë një makinë votimi për ambicjet politike të Kurtit. Sot, pas shpërbërjes së parlamentit, presidentja deri tashme e Kosovës Vjosa Osmani tha se ka mjaftueshëm propagandë, përçarje dhe përhapje frike dhe se rrugët e mbyllura nga padrejtësia hapen gjithmonë nga populli. Në një video në Facebook, Osmani theksoi se nata kaluar ishte vështirë, por se populli i Kosovës diti të ngrihej edhe nga momente shumë më të vështira. Kuvendi i Kosovës u shpërbë mbrëm pas dështimit për të zgjedhur një president brenda afatit kushtetues, kështu që zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare do të mbahen në 45 ditët e ardhshme. Marko Todorović, studius në Qendrët për Politikat Europiane në Beograd, tha se Kosova me qenë se do të ketë zgjedhje të reja të jashtëzakonshme parlamentare mbetet e bllokuar dhe se kjo do të vështirësojë gjithçka që pritet nga Kosova në aspektin e reformave të brendshme dhe tërheqjes së parave nga plani i rritjes dhe zbatimit të reformave. Analisti politik Mazlum Baraliu theksoi se zgjedhjet e reja nuk janë zgjidhje dhe se të gjithë partitë politike
E din këtë sepse vlerësoj ai situata me çështjen e zgjedhjes së presidentit të Kosovës mund të përsëritet edhe pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Moti nesër në veri të Serbisë i kthjellë dhe kështu gjatë ditës do të jetë kryesisht me diell, por i freskët në rajone tjera do të ketë reshje shiu dhe në malet do të bjerë borë. Do të fryrë erë e lehtë verilindore, temperatura e mëngjesit do të sillet nga 6 deri në 10, kurse ajo maksimale ditore nga 8 deri në 16 gradë Celsius.